Nami i lekut dhe i pasurisja, kush janë 3 shenjat që kanë shumë dhe duan pafund para. Cilat janë shenjat e horoskopit që i pëlqejnë shumë parat dhe që priren për të bërë të pasur? Po ju listojmë 3 shenjat të cilat kryesojnë listën si më të pasurat e zodiakut. Virgjëresha, në listën e njerëzve më të pasur në botë, përfaqësuesit e shenjës së Virgjëreshës janë në krye. Të lindurit e kësaj shenje janë shumë të prirur për biznes dhe nga ana tjetër janë shumë kursimtar, çka i bën ata të ecin gjithmonë përpara dhe të jenë ndër njerëzit më të fuqishëm në botë. Akrepi. Akrepat si natyral i kanë shumë qef parat dhe nga ana tjetër nuk dorëzohen asnjëherë dhe nuk e pranojnë dot humbjen. Kjo i ndihmon ata të ecin përpara në punë dhe biznes pa dështuar. Ata gjithashtu nuk e falin konkurrencën dhe janë gati të bëjnë çdo gjë për të fituar. Britsjapët në natyrë nuk kënaqen me pak dhe janë shumë këmbgulës për të fituar gjithmonë e më shumë para. Por ashtu si Virgjëresha, ata kursejnë shumë për gjërat e zakonshme, por shpenzojnë dhe investojnë në drejtimet që ata i konsiderojnë me leverdi, çka i ndihmon të jenë të suksesshëm dhe shumë analitik.